E miqtë e Deli Durrës, përshëndetje. Ndonjëherë, kur je duke i dhënë makinës, e kap veten duke parë pasqyrën e mesit. Jo thjesht për të parë rrugën, po sikur kërkon të shohë sa larg ke arritur. Sot bëhet eksaktësisht një vit që kur nisi rrugtimi i Deli Durrës. E mbaj mend, sikur të ishte dje. Ishte thjesht një ide, një dëshirë për të treguar diçka nga përditshmëria jonë. Nga ky qytet që na ka dhënë kaq shumë. Në fillim thoja që hapat e parë janë më të vështirë. Poston videon e parë, pret, shikon. 10 veta, 20 veta, 50 veta. Edhe thua me vete. Apo intereson kujt? Por diçka brenda meje më thoshte, vazhdo. Mos ndalo tek kthesa e parë, ose tek problemi i parë. Dhe ja ku jemi sot, 12 prill 2026. E shikoj telefonin dhe shoh një shifër që ende nuk e procesoj dot plotësisht. Jemi 28 milion shikime dhe sikur të mos mjaftonte kjo, jemi shumë afër 12.000 miqve që janë bërë pjesë e kësaj familjeje. Këto nuk janë thjesht numra, janë 28 milion momente, vëmendje, janë njerëz që mbase u ka marrë malli për Shqipërinë, apo të huaj që janë dashuruar me Durrësin përmes nesh. E kur e mendon që në një vit kemi bërë gjithë këtë rrugë, është si të kesh bërë xhiron e botës. Nuk ka qenë gjithmonë një rrugë e shtruar. Ka pasur ditë pa frymëzim, nete gjata duke edituar dhe momente dyshimi. Por ashtu si një makinë, kur bie shi apo mjegull, ti thjesht ul shpejtësinë, ndes dritat dhe vazhdon. Sepse çdo herë që dikush shkruante bravo Deli Durrës, si një dritë jeshile, që është si një dritë jeshile që më thoshte ka akoma rrugë për të bërë, mos e fik motorin. Ky komunitet është forca që më mban në lëvizje. Do thoni ju, çfarë kuptimi ka ky kanal? Ky kanal nuk është vetëm imi, është edhe juaj tashmë. Kemi treguar perëndimet tek shëtitoria, rrugicat e vjetra, jetën tonë siç rrjedh me thjeshtësinë e saj. 28 milion shikime dhe kjo rritje drejt 12.000 abonentëve tregon që njerëzit duan diçka të vërtetë. Dhe ju premtoj, sa herë që të jem pas kësaj kornize, do të sjell vetëm realitetin ton, pa filtra të tepërt. Tani po hym në vitin e dytë. Rruga është e hapur dhe horizonti duket i pastër. Kam shumë plane dhe mezi pres të ndaj me ju. Ndërsa jam këtu në makinë, e ndjej një mirënjohje të madhe që nuk përshkruhet dot me fjalë. Është një emocion i fortë që të mbush kur e kupton që nuk je vetëm. Por ke miliona njerëz që udhtojnë me ty. Faleminderit që jeni pjesë e rrugtimit Deli Durrës. Pa ju, ky udhtim nuk do të merrte kuptim. Pa ju, ky kanal nuk do të kishte kuptim. Ju dua shumë dhe shikohemi në videot e radhës.